13 i dolën ku shkojnë në gjykatë. Do vinte kjo histori. Pra, Spaku do të vazhdoj të nxjerrë dhe prit se ti, domethënë ty nuk ka fund, prandaj unë se kuptoj kryeministin në rastin konkret. Po ti mendon imunitetin kush e ka? Le ta mbajmë. Le ta mbaj. Po ti mendon që në momentin kur parlamenti në urdhën e kryeministrit nuk do japin imunitetin për zonjën Balluku, ata që janë për te deti që mbështetin Spakun do rrinë kështu thjesht do bëjnë se hir? Kaq mendon ti? Se po flasim për ndërhyrjen amerikane, apo jo? Apo flasim për ndërhyrjen këtu amerikanët po thua? Do kërkojnë? Absolutisht. Por Rama nuk e jep, sepse i po jep sinjale që nuk e jap imunitetin e Ballukut. Ti mendon domethënë që do arrijë deri në këtë pikë, se ai do t'i dalin përballë Shtetet Bashkuara të Amerikës në lidhje me këtë çështje, nëse do ketë një dosje penale të rëndësishme ndaj zonjës Ballukut? Do pranoj që të shkojnë në atë pikën tjetër që the ti që Balluku më pas të thotë që këto janë urdhrat e Ramës. S'ke çfarë të bësh tjetër. Ose do ikim Balluku bashkë me Ramën paket, ose ky do të detyrohet të lëshoj Ballukun që të qëndrojë vetë kryeministër. Pse mund të qëndrojë nëse lëshon Ballukun? Marsit, si e shikon këtë vendim, domethënë sepse deri para kësaj deklarate Rama ishte shprehur vetëm për 22 dhjetorin kur është dhe data ku do merret vendimi i gjykatës kushtetuese. Tani më Rama e ka bërë të qartë që nuk do ta lëshojë imunitetin e Ballukut. Çfarë do të ndodhë? Rama del që nuk ka qenë sinqert dhe në rastet e mëparshme, me atë qëndrimin e liberalit edhe me qëndrimin e personit që e le drejtësinë bëj punën e vet dhe që nuk i intereson se cili cënohet, mjafton që çdo njeri që ka bërë përgjegjësi të shkojë në burg. Ndel që ata që i kanë lëshuar kanë qenë një çik si marrëveshje win-win ose raporti dy anshëm. Pra, kanë qenë figura që e kanë bezdisur Rama dhe nuk i ka dashur në enturazhin e oborrit. Po. Kjo është një nga arsyet pse ka bërë rolin indiferent dhe e dyta nuk ka pas gjëra kompromentuese. Jam dakord me logjikën e Leonardit që pothuajse në të gjitha veprimtaritë e saj, Birinda Balluku nuk mendoj që është njëri që ka vepruar në kokën e vet, por kjo nuk është se e bën pafajshme. Jo, se tash është pafajshme. Dakor, tash që je pafajshme, po them. Unë thash mbrojtja që ky zotëri apo i bën, është pikërisht për këtë hall. Unë mendoj që është edhe më shumë se aq. Unë mendoj që mbrojtja që ky zotëri apo i bën sepse nëse ky lëshon dhe Birinda Ballukun dhe Mirlinda Karçanaj në Akshit, ora në moment që do shkojë rrethimin te vet Rama, kush do e mbrojë këtë ose kush do i dalë këtij alat në luftën kundër drejtësisë? S'është problemi që nëse ata që janë poshtë Edi Ramës, Partia Socialiste, për shembull Elisa Spiropali, Niko Peleshi, po marr kod disa emra, nuk ka rëndësi, mund të jetë gjithë enturazhi i Partisë Socialiste, nëse ata krijojnë bindje që Edi Rama është njëri që të lëshon, dhe në moment që ti bësh objekti i sistemit drejtësisë, ai nuk shprehet, mund ndodhë një gjë edhe kur ti Edi Rama, nesër subjekti i Spakut, mund dali Partia Socialiste me deklaratë, vërtet është kryetari ynë, po ne lënë drejtësinë bëj atë që do. Pra Edi Rama sot është dhe në nevojën imediate përveç lidhjeve që e lidhin dhe afërsisë me zonjën Balluku, afërsi që buron që nga koha kur ka qenë kryetar bashkie ka një afrimitet më të largët në kohë. Po. Nuk është se janë bërë të afërt thjesht kur ajo ishte drejtore. Edhe me Melindën e njëjta gjë. Edhe me Melindën e njëjta gjë. Shumë e drejtë, madje me Melindën ka edhe një njofje tjetër për shkak të lidhjeve familjare dhe të rekomandimeve familjare. Unë mendoj që sot gjithë situata po pasqyron llumin që ishte i fshehur poshtë, pra vjen një moment që precipiton gjëra dhe llumi që është i fshehur poshtë del lart. Është si puna e thejsit, kur mbarojnë patatet e mira, në fund përfundon te patatet e këqija, se s'ka më, nuk prodhon patate brenda thejs, duhet tokë. Dakor. E njëjta pyetje që bëra avokatit. Unë mendoj që sot nuk ka u tentua disa kohë me kërkesën që mor për masë siguri e pezullimi i zonjës Balluku që të derivojë debati tek ideja masës. Pra që Spaku nuk ka drejt pezulloj një ndërhyrje brutale. Po sot kur ka fakte dhe prova tash duhet merremi me pse ka një kungulleshkë ndajnë 3 pjesë, pse 3 o 2, pse 16000 faqe, po jo kaq po aq. Nuk është akull. Vendosim ne këtë punë thot. Ka ndonjë vendosim ne si parlament. A e ka takën e parlamentit ta bllokojë domethënë. Po dakord se këtë skemin kemi parë te filmat shqiptar, topi është i imi penalltin e gjyve. Po ka rregulla loje, nuk është rregulli kush e ka topin. Rregulla ka kush është mjafti, parimi meritokracisë dhe kush është personi që penalizohet. Si do dali Spak nga kjo situatë, del qeveria me ka 83 mandate, i ka përmendur shpesh. Por Spaku atë uron. Kemi 83 mandate. Por Spaku atë uron të ndodhi, po nuk besoj. Të ndodhin që këta të mos e lëshojnë më. Po ja sepse do kishin feedbackun, po ti ja ke ngrit stikën, do kishin feedbackun më real, do thoshin ne kemi një dosje voluminoze. E kemi marrë të pandehur dhe ky zotëria nuk e lëshon. Kjo maxharaz nuk e lëshon një njeri të korruptuar.
E kupton se po çfarë. Dhe ka që edhe ata që janë analistë publikë, domethënë si do ndihesh ti nëse shikon që për dikë ka fakte dhe prova dhe i luan proceduralisht. Dëgjoj Letiti Fajshëm, un kam 83 vota. I kam parë analistët tonë në SPAK ka prokuror që janë të lidhur me Berishën që kërkojnë goditjen. Po drita premçi me kë është? Po drita premçi me kë është? Me kë është, me që sera fjalë. Jo, unë po them me që dolëm te me që na përmendi situatën. Ore si do dalim nga situata? Ajca janë balona pa bishtet, lëshkora pa pena ajër. Ato pretendime që ka opozita në lidhje me arrestimin e Ramës që do marrë në Amerikë, ashtu janë dhe këto arsyetimet e Edi Ramës në lidhje me idenë që po i kam thënë tako këtë, tako atë, se kjo është puna e një kryeministri dhe një ministre. Edhe këto narrativa në mënyrë se si vendosi të mbrojë funksionarët e lartë. Dëgjoj, ka një gjë. Gjëja kryesore, parimi kryesor kur ti ushtron një detyrë administrative ose një funksion politik, është parimi i përgjegjësisë politike dhe i dytë është eficienca në ushtrimin e detyrës. Tani, ne këtu vëmë re që nuk ka bërë me eficiencë ekonomike. Dhe po të rikthehemi më pas në kohë dikur digjej vendi për 700.000 euro që i ndante një ministër. Por sot kemi 1.2 miliard vetëm me rrugët. Dëm ekonomik, sfera si që të flasion. Ore mua më bën përshtypje edhe një gjë, si nuk e thot njëri që po mëlla, kësaj qeverie ka humbur legitimiteti. Duhet kishte dhënë dorëheqje kryeministri. Është gjithë nëse vot besohet, prapë është gjithë nëse shpat zgjedh para kohshme dhe përsëri fiton. Ka kërkuar opozita dorëheqjen, një sekond. Po mirë, po si ka kush e kërkon, ka kërkuar opozita se ka fajin opozita. Ore ti beson që ka legjitimitet kjo qeveri? Unë nuk e besoj që ka legjitimitet qendror politik. Nuk ka. Nuk ka mëse në moment që ti 5 nga bashkëpunëtorët e tu më të afërt i kena akuzë penale, nuk ke si të kesh besueshmëri, nuk ke si të kesh legitimitet. Nuk ka, domethënë nuk ka sens racional. Ore po duam bëjmë kod spinime dhe retorik. Nga kjo situatë Marsit. Si do dalim? Se Rama e konsideron SPAK-un tani më një institucion që ka dalë jashtë shinave. Unë jam edhe pa ato masat e jashtëzakonshme, ja pa ta them si dalim. Unë jam dakord, prandaj janë të nevojshme masat e jashtëzakonshme. Dhe bie i kriteri që thot Arberita, që mos se këtu ndryhet në kompetencat ekzekutive. Le ndryhet pra kompetencat ekzekutive. Një situatë e jashtëzakonshme zgjidhet me zgjidhje të jashtëzakonshme. Nuk ka këtu se si pretendosh për parime kur s'kasin parim. Ai nuk jep dorëheqje, ndërkohë që i bie gjithë kabineti në burg. Pse do ta respektojmë ne parimin ndaj këtij kur ky është kel? Jo më vëlla, je keq do hiqesh. Kur njëri ka nevojë imediate për të futur në operacion ose për trajtim, të pyet mjeku ty, vëlla, do të bëj elektroshok apo do të vdesësh? Bën protokollin. Ka protokolle dhe për situata emergjente. Çfarë do bëjmë nëse nesër pas ditës i dalin 4 ministra dhe sa jam dorëheqje? Do themi ne jo, kështu është parimi. Ka drejtë ai procedurale. Çfarë do bëjmë? Rama nuk e jep imunitetin e Ballukut, bllokohet situata. Mund të dalë edhe fjala këtij mikut të Richard Grenellit, që mbas se kjo ekipi DS pas ka ardhur për të arrestuar Brinda Ballukun, po të bëj një pyetje retorike këtu. Çfarë kemi? Po që mos bëj pyetje më se unë tani po përfaqësoj një qendrim po bëj mirë të marr fjalën. Po bën skenarin e filmit. Po. Tani. Më bëj pyetje se kam problem. Pyetje retorike thashë, pyetje ty mos, do bëj pyetje ti. Pyetje. Çfarë do ndodhi në qoftë se, çfarë do ndodhi kur ka prova bindëse për një zyrtar publik? Po bindëse në kuptimin e fill fjalës së diçka e dukshme për krim, për vepër penale dhe Edi Rama thotë s'dua. Nuk janë prova, thotë siç doli Berisha që tha këto janë prova që ditë çdo ditë te balkoni dhe thoshte këto nuk janë prova. Se Berisha ka hequr ylli pangën domethënë për një gjë që bori shpinën e tij private për 4 minuta. Rama do dalë si Berisha dhe çdo ditë do demantojë provat që ka paraqitur SPAK-u si ai tha dhe për atë Gecin tha ky zotria doli në televizion publik dhe tha në qoftë se Sajmir Tahiri ka bërë ato tha do të thotë që i ka bërë paskrave tha ose besoj kurr. A ndodhi që Sajmir Tahiri pas ka bërë gjithë drogën e vendit këtu? A ndodhi me vendin gjykatës? Po mirë, dakord. Si dakord. A ndodhi që Fatmir Xhafa nuk bënte në shkrimin e marrëveshjeve dhe ekstradimit të vllajt madje ndryte deri në kodin penal. Vetëm për një nen. Ore, shkojmë edhe këtu më, unë po them si do ta zgjidhim, pse diskutojmë dhe këtë. Si do ta zgjidhim? Rama vendos ta bllokojë këtë gjë dhe ata ta bllokojë imunitetin dhe kaubojsa nga Shteti i Bashkuar të Amerikës, këta kaubojsa për cilën ne po folën në pjesën e parë të emisionit, do vinë dhe nuk po thënë që do ta marrin me helikopter si Maduron, sepse nuk është ky. Do japin ultimatum, votoje, kaq. Edhe kaq. Ti mendon domethënë që sa kohë SBA nuk kanë interes ajo që theti. Pse mos e pranojnë? Ore nuk thashë se kanë interes, ti mos më ngatro, të thash një gjë. Nuk është interesi, nuk është interesi thash imediat, urgjent i Amerikës. Në raport me atë çfarë ndodhi në Venezuelë me Shqipërinë.
Në Venezuelë u mor presidentin Trump direkt me atë punë. Në Shqipëri merret roja i State Department se si të rregullohet Shqipëria. Se ne jemi vendi Po më thua që do vi 170 nga në botë. Shtetet Bashkuara të Amerikës do e kërkojnë Ramës këtë. Kanë ardhur mo, sepse ti ke gjithë kohës këtu në SPAC dejan amerikane që rri gjatë gjithë kohës dhe ta dha të qartë të barnin të zezë se këtë donin ata si drejtues të SPAC-ut. Pse nuk doli Adnan Xholi që donte Gonzato, po doli Klodian Bravo që donte Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bëjmë të thjeshtë. Kjo ishte përgjigja që i dhanë atë ditë ambasada amerikane në deklaratën e Ramës, këtë publikoi ambasada amerikane. Jo. Ore unë duhet të kuptoj, unë jam një qytetar i thjeshtë, ndjek politikën, si do zgjidhet. Rama nuk jep blokon imunitetin e filmit tënd pas pak, por vetëm ka gjetë. Unë uroj shumë që Rama mos e japin të drejtën e imunitetit. Po nuk do japim se e tha. Uroj më thash edhe një herë tjetër. Uroj që mos e japin. Këtë po them. Po çfarë do ndodh mos? Juridikisht, domthonë, unë duhet të kuptoj cilët janë skenarët e mundshëm që nuk po flas për skenar hipotetik. Po flas juridikisht nëse Rama e bllokon. Çfarë do bëj SPAC-u? Kodi penal është shumë i thjeshtë. Kodi penal dhe kodi procedurës tonë. Çdo vepër penale thotë që e ka të dënimin mbi 5 vjet, pra vepër penale që ka dënimin, është e domosdoshme marrja e masës së sigurisë arrest me burg. Po do vishte unë parlament për ta marrë kjo. Ai do shkoj në gjykat, do shkoj dhe do thotë sot thotë Belinda Balluku nuk është më e pandehur vetëm për shkeljet barazisë në Tetra, po ja fut kotun tani për grup të strukturuar kriminal që e ka barazhin e dënimit 12 vjet. Dhe do shkoj në gjykat dhe gjykatësi do i thotë po ke drejt. Kërkoj arrest me burg, merri letra dhe çoj parlamentit. Ti mendon që me një vepër penale e tillë Edi Rama do ketë domethënë mundësi që thotë jo s'prap sta jap? Unë mendoj që po. Bravo. Arbor. Tani diskutimi është që do vinë amerikanët të thonë ja, urdhë skenari thashë një tjetër. Jo, më theti. Spielbergu është fantezi. Jo. Po puna lista Schindler. Jo, ai po i shkon asaj. Po mos u merr me mua, burr, merr me teorinë tënde. Jo, me teorinë. Unë merr me teorinë, jo me ty. Unë merr me ide, nuk merr me njerëz. Okej, bravo. Jo, çfarë do bëj? Pra, jo po prit pak, se u tha që vinë amerikanët dhe i thonë atij largoje këtë ose do ikësh ti. Ja, kjo ishte pra skenari i tij. Shumë e thjeshtë. Se ishte kështu ajo që thash. Po le të tregoj talentin e imagjinatës. Talentin e daket. Tani, ti dhe Lisa nuk jeni të dytë. Në momentin se si arrita. Ndërsa unë për ty nuk e gjej dot një të dytë në PD vlla. Ti je i vetëm. Prandaj je i vetëm. S'mund të gjesh të dytë. Prandaj je i vetëm. Nuk mund të gjesh të dytë. Arbor. Prandaj me mua se je i vetëm. Po jam unik në llojin timun. Prandaj them. Arbor. Por ka një gjë, vinë amerikanët dhe i thonë Ramës që dorëzo Belindën, përndryshe do ikësh ti apo ja urdha. As do akoma. Jo. Respekto ligjin. Po më respekto ligjin dhe procedurën. Se si ndodh. Që në këtë moment është bërë negociata. Rama fiton, do e bën një qet mandatin e 4-të. U zgjidh. Lëshon Belindën e bëhet rikryeministri i qetë për mandatin e 4. Ka që thjesht është. Kështu tha këtu. Sa filmi. Lësho këtë ose do ikësh vet. Ose do ta arrestoj. Se Dirama çandon për Ballukun. Nuk e Dirama çandon për Ballukun. Bën marrëveshje. Pyetje. Bën marrëveshje me atë. Dirama apo jo çandon për Ballukun. Po tash ja ka negociat. Negociata është Rama çon Ballukun. Ti e mendon që Rama pasaj nuk është i cënueshëm ose i prekshëm? Unë besoj që politikisht Balluku i bën Ramës një punë të jashtëzakonshme që nuk ja bën dot dikush tjetër. Çfarë thua mor, prandaj e mban aty, Prandaj e mban aty. Ta them unë edhe këtë pjesë. Tani, diskutimi dhe debati shumë i afërt që ti dish këto gjëra. Debati, po jo më unë lexoj. Po ti je i afërt. Jo, për lexoj, di që lexoj. Jo, unë atë që lexoj. Unë më i afërt jam me ju se jam me pushtetarët. Po, di more, nuk e kam dakord aspekt. Po mos e thoj me garanci, prandaj ta thash se si jo, afërt. Me atë që lexoj me stresh. Mirë. Tash asnjë subjektive atë. Asnjë nga ne nuk është në tryezën ku ndahen. Po subjektive. Jemi në tryezën e Redit. Po. Fatmirësisht jemi jashtë kontrollit, ato janë tryeza në kontroll. Po. Tani, diskutimi ku është për të kthyer edhe një herë te thelbi. Rama në këtë pikë nuk ka ardhur se ka të bëjë me një përplasje me drejtsinë.
Jo, thelbi në këtë mes nuk është përplasje. E kam me sindikatën e punëtorëve. Kur është përplasje, kam Gzim Kalan. Po më le më burse. Apo se ka i titri se harroj. Sa tham që opozita është egzaltuar nga Maduro, sa tham opozita është egzaltuar nga Maduro, tani janë egzaltuar nga Spaku. Duro më zotri. Jo, ne egzaltojmë nga gjithë ta gjej variantin. Ta gjej variantin ka filloni 2006 të eksituar në sensin intelektual. Realisht ju përgëzoj, po mbani pak vetë. Bashku me ne burr. Mbani pak vetë. Po ngele skeq. Po unë jam i qetë, nuk jam njeri si punoj. Po dhe ti eksito, Unë do kontrolloj emocionin. Nuk jam njeri që nuk i kontrolloj emocionet. Ai shqetësohet. Ai shqetësohet. Po ta mbaroj. E bën nga Shqetësohet kur ka masa. E bën nga Masa pezullime. Katër, ta dëgjojmë afër. Shikoj herë ti do të ta ulesh aty. Ne jemi kolegë, jeni kolegë. Janë duke bërë kastile se i trëmben argumentit tim. Se sa nuk ti vazë. Po pak nuk ke argument. Po më le, ja ta dëgjojmë po s'po e lejoj. S'ka problem. Ne po visim imagjinatën. E bëjmë me batuta, nuk është problem. Tani diskutimi është që unë nuk shikoj një përplasje mes Ramës dhe Spakut, sepse po të ishte një përplasje, do ishte shumë serioze kjo, dhe e dyta, në fund të ditës demokracia çfarë është? Është monopoli, është diktatura e shumicës dhe e pakicës. Gjithmonë në klapa diktatura. Pra mund të mblidhej që nesër Berishën e ka gati ndryshonte të hiqte pjesën e shpërdorimit të detyrës që është e kodi penal, të hiqte fare si vepër penale dhe voilà, thonë francezët, u zgjidh problemi. Unë nuk besoj që është kjo. Po ç'i ka shpërdorimit? Unë mendoj Se nuk e beson që është kjo. Unë nuk besoj që është kjo. Se Rama Unë nuk po besoj thotë që ka një përplasje. Unë besoj që ka më shumë se kaq. Ka një tentativë në momentin që ne po flasim nga ana e drejtësisë, patjetër, për të imponuar. Dhe ky është deri diku është normale, sepse kemi 12 vjet, është viti 13 i Ramës në pushtet, ka filluar viti 13 dhe është normale që të kemi një retorikë agresive, drejtësi me pushtetar të dyshuar të korruptuar. Problemi që unë shikoj dhe që ngrish shqetësimin tim është tek ajo që jap të drejtë përsëri Nardit, që problemi nuk është e drejta morale. Nuk po flasim për të drejtë morale. Dhe gjithë thelbi i diskutimit është që nuk duhet e drejta morale të tejkalojë të drejtën ligjore. Ky është thelbi i diskutimit. Unë shikoj që ndoshta s'ka ka të drejtë morale, nuk e përjashtoj fare, që po godet korruptuarit, po godet ata që i kanë pirë gjakun këtij vendi etj. Edhe pse nëse do ishte tillë duhet goditeshin edhe njerëz që kanë bërë korrupsion nga opozita, se s'ka asnjë ministër nga opozita të arrestuar edhe të gjykuar. Treçereku lvizim me makina super të shtrenjta. Kanë vila në vende të shtrenjta të Shqipërisë. Dhe asnjë nuk është. Nuk po duron ata Drozës, nuk po duron asnjëherë. Si do i bëj? Unë e kuptoj. Ta mbaroj arbri, ta mbaroj avokat se që ti je me vitin 0. Unë e kuptoj shumë mirë. Po me vitin 0. Në fakt që me vitin 0. Po këtë po them. Unë po flas. Ti me vitin 0. Të skenarin e zhbërjes së Spakut e shikon si. Unë nuk e besoj që Rama do shkoj te zhbërja e Spakut sepse po do ta dorëzoj ballukun. Unë po jep ta them. Në fund të ditës Rama nuk mund t'ia lejë vetes të luks që të ketë këtë përplasje me Bashkimin Evropian. Po e them me Bashkimin Evropian, jo me amerikanët. Sepse Spaku është pasaporta kryesore që ka ndikuar që Shqipëria të avancojë në negociatat me BE-n. Dhe Rama nuk e ka luksin që të paktën një rrugë që e ka deri diku të sigurt dhe një raport që e ka të sigurt, që është me Macron, që është me Merz, që është me Starmer, që është me Melonin, ta shkatroj për hir të një individi. Rama do mbetet te parimi. Unë mendoj, me aq sa kam informacion çfarë lexojmë nga kolegët e çfarë diskutojmë, që gjithë thelbi është dosja. Gjithë është e provat e dosje. Qofse atje ka prova që nuk janë bindse, mendoj unë, Rama nuk do ta lëshoj. Nuk do ta lëshoj, nuk do të heqë imunitetin për ta arrestuar. Qofse pastaj provat janë bindse, Rama do bëj tjetër gjë. Pra, po bindse për çfarë është diskutimi? Është bindse për ka bërë korrupsion, ka marrë rishfet, ka cënuar, ka bllokuar drejtsinë. Pra çfarë ka bërë? Sepse ka një gjë. Unë kam qenë kritik me një element të drejtësia e re dhe nuk e kam të Spaku, e kam në tërësi të GK-ja. Për raste kaq të rëndësishme duhet publikohet dosja. Duhet publikohet dosja. Nuk ka pse, domethënë, e vërteta, transparenca nuk prish punë asnjërit. Dosja publikohet dhe ne procesit me dyert hapa dhe ne si qytetar e lexojmë dosjen dhe unë them dëgjoj, ka të drejtë Spaku me këto dosje që kanë nxjerr, ka të drejtë Zëran Balluku me këto fakte që kanë dhënë. Po nuk e kuptova se ngriti dy narrativa shumë të bukura. Vetëm më dëgjoj që ta bëj debat. Të lutem. A e mbarove këtë si apo jemi dakord?
lidhe me këtë publikimin, nuk publikohet asnjëherë dosje me kod penal, me kod procedurës penale në momenti ku jenë në mas sigurie. Po. Ose ndryshe ta prishim. Po mirë, Se jepet në dorëzim kur mbarohet të dalin një substrakt. Tani dhe një orar, për ne po flasim për ato që janë të shkruar të zezë mi të Po, barë. Nëse ti do, ta ndryshojmë, hajde ta ndryshojmë, edhe pastaj flasim. Po ç'është ka ligjit. Prit. Madje unë Jemi duke folur në tym të gjithë pastaj. Jo. Pra, madje unë jam kritik këtu dhe nuk e kam për zonjën Ballukun, unë e kam për të gjithë. Unë e kam edhe për Velien, edhe për Berishën, edhe për Metën e për gjithë kënd tjetër, se ti nuk mund t'i hedhësh ata mish për top në treg. Bërti bërë gjyq popullor në momenti kur është në mas sigurimi. Jemi dakord. Sepse e ka shkruar të zezë të bardhë në kodin e procedurës penale. Në rast të kundër hiqi këtë dhe bëjmë më zotërin nderuar. Këta janë njerëz publik dhe do duhet domethënë që të Faleminderit që erdhe te teza ime. Si vjen gjithmonë te tezat e mia, nuk e di domethënë. Po. Ja, ajo që thashun. Dy gjëra. Më thotë që ke të drejtë. Vazhdo më vazhdo. Dakor, s'ka gjë. Biri çangës. Mirë. Tani ore ti e the, kaq më duhet mua. Obligu tha një gjë domethënë që të lë kështu gojë hapur. Tha Rama, tha nuk mund ta japin sepse aty duhet të ketë prova. Kush është Edi Rama, zotëri? Cili që ka prit, do të gjë një sekond. Po. Në gjë, komisioni i mandateve, që ta kuptojmë një herë e mirë, nuk është gjykat më. Po as noter tha Rama nuk është. Po noter nuk është, më jo. Po jo gjykata ma që të shkoj tani të shfletojnë aty edhe thot, shikoj sipas mendimit tim, thot Gazbardi. Po nuk është as gjykat as noter. Çfarë është? Po ta shpjegojmë tani, është institucion politik. Po. Dhe si institucion politik merr një vendim politik. Nuk mund marrë një vendim gjyqësor, se gjyqi bëhet gjykat. Vendim politik me efekt gjyqësor ky, po, jo pra. E ke gabim më burr. Për këtë pjesë. Ma e ke gabim. Po për pjesën e vet, më. Pjesën e imunitetit po. Ore të lutem më burr tani. Po e vendos kuvendin për pjesën e imunitetit, mos e vendos. Po pra po, pa ku ka shkuar dhe i ka thënë, neve kemi prova të mjaftueshme, në bazë të kodit procedurës penale, ndaj kësaj zonjës do duhet marrë një mas sigurimi personal, arrest me burg ose arrest shtëpie. Dhe për këtë, duke qenë se ka imunitet, kërkoj lejen tuaj. Por leja kërkohet politikisht, se parlamenti është institucion politik, nuk është gjykat. Dhe prandaj të thash në fillim që unë po t'isha në vend spaku, nuk do të çoja 16.000 faqe. Do të çoja 16 faqe.